Hej goca, ja tava me patate që më përgatita mrem, këtu po gri patatet, po i bëj kështu tolla. Ja ku i kam ngrirë patatet gjitha. Edhe po i kupa që ti përzjej me erza, me pak vaj ulliri, këtu i kam shtuar kripën, i kam edhur dhe vajin e ullirit, po video nuk e kam bërë, se po nxitoja mrem. I kam shtuar rigon. I kam shtuar piper të zi. Patate duhet jenë aty të 700 gram patate. 8 kokra, këtu i kam shtuar pak kurkuma. Edhe pak senape më duket. Po. I përzihet gjitha bashk. Që të marrin të gjitha atë vajin, erzat, edhe ja, si dolën. Tu kam shtuar bashamelën që përgatita vetë në shtëpi. Gjysmën, se pjesa tjetër më duhet për pjesën lartë. Edhe vazhdoj me hapim në tepsi, në këtë mënyrë. Ju si keni kaluar sot goca, unë tani erdha në shtëpi, henga dhe drekën, edhe tani vazhdite do iki në punë. Edhe këtu kam shtruar patate si që shikoni, kështu një nga një me radhë, derisa të na vi përfundimi që ta mbushim tepsin plot. Ja, si që shikoni, e mbaruam pjesën e parë. Tani po zvendësoj ca patate ku mungojnë, pak. Edhe pastaj do t'i shtoj mishin e grirë që kam përgatitur me qep, mish të grirë. Atëre një kokër qep, 700 gram mish, edhe i kam edhur dhe pak bashamel mishit. Kam bërë gjithë bazën në mes. E këtu e hapim mishin avash që mos na spostohen dhe patatet. O, sot jemi lodhur, i këtu, i atje, edhe një ditë që rrinë në shtëpi nuk gjem derma në zot. Këtu po bëjmë shtresën e dytë të patateve. Edhe këtu i shtrojmë kështu një nga një. Si që thash, patatet nuk duhet të jenë të trasha, duhet të jenë të holla. E këtu i kam shtuar bashamelën që mbeti me mishin e grirë, se nuk e holla të gjithë. Edhe e përzjeva të gjithë bashkë pastaj. Edhe ja. Rezultati ishte kyja. Doli fantastike, unë po e ndajë, akoma ishte nxehtë, se sa me ftohtë ishte, aq më mirë do dilte, por neve nuk na pëlqejnë që ta hanë të ftohtë. Te shtëpia ime i duan gjëra që të djegin. Edhe ja, si që shikoni si ka dalë, doli megjithmonë super. E provoni dhe më thoni. Ciao gocani!